O, rëva. O të digjesh, përbëlohesh, o të O me kujdes do të do, ne kemi të përnesër, nuk kemi vetëm për sot. Bollo zërë dinamita. O do të plasi. It was at this moment. Na. Dhe po e shatë dua shumë ato tjetër se përmoj. Flak o flak, kështu e dua. Flak o flak, më pëlqen mua kamarjer. Edhe një tjetër, se më vlon gjatu, si vere vjetër. Flak o flak, kështu e dua. Flak o flak, më pëlqen mua kamarjer. Edhe një tjetër, se më vlon gjatu, si vere vjetër. Sot, Bravo. Si kur më parë emisioni Flak fare nis në të kundërt, pra nuk e prezantoj unë të ftuarit e mi, por më prezantojnë ata mua me këngën Flak o Flak. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Ç'është kjo Flak o Flak? Si që gjetëm këtu Flak këto. E pra. Shkoç Bentus. Na shkoj mëne, a jeni ju flak fare? Po, Flak fare. Ne kemi flak o flak. Flak o flak. Kështu e dua Flak o Flak. Si e do? Si po e dajnë? Ja, me ujë, me qumësh, edhe me Coca-Cola. Ose Pepsi. Ose Pepsi. Ndërkohë, Ndryshon se Bir pa alkool bile sot, për herë të parë në histori. në historinë e njerëzimit mund të ishin prit shumë gjëra, por që Endri Priftit përfundonin bir pa. Çka ka ndodhur? Je Për herë smur. të parë, ja, ku se morën në për herë të parë, po Dark mbajmë Chef. kreshme. Po mban Në kreshme? histori, po, në historinë e njerëzimit. Po, Dora. është herë e parë që mban kreshme. Po. Kreshmën ortodokse, pra. Këtë që nuk ka Është një lloj si punë Ramazanit, po ne nuk kamë mish edhe kështu, po damet ballate. Bir pa alkool. Kështu pa mish, domethënë dhe pa bulmetra. sot më ke vetëm mua për këto Shiko, unë po ja... kraçkat e pulës, edhe me këto djegset. Sa lezetshme, kraçkat e pulës. Po mirë, edhe po Kraçkat bre... E i falenderoj KFC-n për këto kraçkat e mrekullueshme. Ashtu. Ishin të shkëlqyra i provovi ai kitaristi jon, të na zhuta bobosa të mira tha. Normalisht. I grivi. Normalisht. Shiko, unë po ja shpjegoj pak formatin, ky është një format që është frymëzuar nga një format botror. Sigurisht nisim, mundohemi të zhvillojmë bisedën. Jemi në DNI se më kanë lajmëruar, informuar vajzat që ju ndjekin ju në formatin tuaj. Kështu që tha babe, tha kujdes ta se ka raste ta që lëshojnë sy xixha tha. Nga ato. Ju hani djegset? Ja, çka? Jo shumë. Jo shumë. Jo shumë. Po më thoi që gocat e ndjekin, kështu që unë do gjej rastin të falenderoj si gocat e tua, si të gjithë ata që na ndjekin në rrjetet sociale, në kanalin ton YouTube. Mos harroni, Flak fare na bëni follow dhe njëherë faleminderit në TikTok sepse nuk e dini nëse dini, po deri tani kemi shkuar mbi 4.5 milion views vetëm në një muaj në TikTok. Mrekulli. Po Besoj se- TikTokun, ore sikur e mbylli ky Rama TikTok apo? Po e mbylli, po varet se tash Varet sipas opsionave. sipas opsionit. Po të marrësh një VPN 1.1.1.1.1 mund të futesh. E di do unë kështu e di. A shkarkon I them aplikacionin? edhe se vanë, se ky e ka qefat. Po dalin informacione se i dha një lajm tjetër që tani nëse ju futeni në këtë VPN kështu, ju dalin informacione. Sido që t'jetë muhabeti, informacioni vidhet, sido që t'jetë muhabeti, kështu kjo është një përrall, do të thotë çfarëdo që të bëjmë ne na vidhet Do të thonë ti je me informacion. Berishën në këtë rast. Unë me Berishën? Ne nuk kemi Berishën. Ne nuk kemi asgjë. Unë jam apolitik. Nuk e di si jeni ju dy, s'u kam pyetur kur dhe nuk e di këtë. Dua të them vetëm një gjë para se të nisim, që në 10 vjet eksperiencë time personale, kur më kanë pyetur në një intervistë kush kanë qenë që janë të shumë të ftuarit, ju besoj e dini këtë gjë, kur më kanë pyetur kush janë të ftuarit më karizmatik dhe më origjinal, këtë mund ta vërtetoj, se e kam dhe video, kam thënë Endri dhe Stefi, nuk ka krahasim, kështu që Më ikta. për zotin, beton. Kështu që kjo është për t'ju komplimentuar. Doja t'ju thoja edhe live. Faleminderit. Ne kemi këto karakteristikat e ndryshme neve. Njëri që më kështu Majmend- i hedhur, pak ja vetëm sot të thash herë të parë në jetë bir pa alkool. E merr Por vesh. si e pa alkool, Andri? mirë, pa. Je euforik apo do Nuk ndryshoj unë, ajo është në gjaka, Është- nuk ndryshoj. është e Një jote. lloj jam gjithmonë. Që në mëngjes dhe në darkë. Më kohë të vrentur me shime të borë, me diell një lloj.
Gëzuar gjithëve shëneti pare, shëneti. Gëzuar të bëft të mirë. Do më lejosh të provoj pak të qumshin tuaj, Po. të përgatis stomakun tim, sepse ky është në Terezi sot, ky tha, jam në kresh, më tha, edhe nuk ka për të provuar këto Ja, ma jo do provoj. Ja, më patarke do, po për KVC mos aunën, KVC është shkëqyrë. Po, bravo. Po të lyç. Qumshi? Jo, salcion. Salcion, jo. Mirë. O, lufra. Shumë e mirë. Për këtë marim ne. Lufra kemi. Lufrën merr? Po. E shef? E kam në restoranti lufrën. Lufra? Po. Përgatis nga stomakun Në cili restorant, se mund të bësh publicitet sa në dush. shtëpinë tonë. Në shtëpinë Në tonë. Berzhit, po. Bravo. Kështu që jemi emision që mund të bëjmë publicitet. Mirë, e bëre si ata që pinë alkool që pinë çik Përgatit e para përgatitur. stomakun për djegësirat që vinë pas. Për flakët që do t'i fusin stomakun. Në fakt një flak më të madh se unë them tani sim direkt, ja, me bujrum. Ja, mirë se u gjetëm. Mo më lëshon goja lëngë, po nuk mundem. Kjo është e para, salca e para. Janë shumë mira. Nuk e prish, ta mbaj këtë radhë. Një Më jetë. thuaj ti mua, nëse kjo është djegse. Sa ankojnë? Ha. Ure dhe kjo është e para. Ose e vete këtu në e fundit. Të duk djegse kjo? Kjo nga super djegse, mërë. Nuk ka se të fillonin kështë me gratë, po kjo fillon që në Kjo fillim. fillon që në fillim me koko? Në kokë fare. Nuk është ai djegse jo. E ka përballuar Samir Koreshi nga lushnja tani. Se po t'jem nga kokë, është ndryshim nga. E jeni çik kurnacu kur. Ora që nga Ja, djegse mas pa le, çfarë thotë, do le këto. Po ti dhe ti e man, po ai të imagjino ta ajo unë. Shumë se man. Ti si man fare? Jo, që qyrë që ka me kresh. Tashi, kur mendoj që kjo e parë të djegë kaq shumë, E të vesh dhe në kjo e fundit kështë që të imagjino të shkoj. shkosh deri tek e fundit. Shiko. Nuk besoj se do shkoj. Po nuk shkove, nuk ka problem. Deri ku mund të shkosh. Jo, jo. Deri ku mund të shkosh. Gjithsesi, ç'a bën nga jeta juaj? Si po shkojnë gjërat tani? Shkemi Mrekulli, me këngë të reja nxori së fundmi, tani nisim nga fundi, se nga fillimi kemi shumë. fundi, po. Para 10 ditësh kanë nxjerr Stefi një këngë, një perlë fare, një Solo? kristal, po, solo, tek punë. Një balladë të mrekullueshme. U bën 3 javë. fuqishme. Sot bën 3 javë. Po mirë tani mua më duket e re, freskët se sa herë dëgjojmë. Ajo gjithmonë e re. Sa herë dëgjojmë, më duket sikur e re. Është perceptimi i kohës gjithmonë. Shumë këngë e bukur, kristal quhet, me Si quhet? tekstin e kristal e ka Kristal. titull. Mrekulli, këngë e paparë. Solo Stefi. E po ishte këngë e tillë. E ka kompozuar vetë që në kure, Stefan, mund të flasësh për Është një këngë me histori të gjatë. Pra, nëse ti ke kohë dhe mund ta diskutojmë këtë, Unë këtu jam. është teksti është i të madhit Ismail Kadare. Dhe unë kam shkruar atë këngë kur kam qenë student. Pra 32 vite më parë. Ismaili është tekstrush. Ismail Kadare. Shiko, E shikon së të vend djekës ja? E ka bërë ty. deri në këtë Jo. mas unë nuk të përgjigjem pas. Sepse dakord, humori është humor, por respekt është respekt për këto figurat e mëdha. Absolutisht. Të gjithë e dinë. Ne kemi një nga shkrimtarët më të mëdhenj, ndoshta me sukseset më të mëdha, jo ndoshta, po vërtet me sukseset më të mëdha ndërkombëtare Sigurisht. që kemi ne. Por poezia kristal që shumë kush e njohin mirë, domethënë e njohin mirë, është nga më të bukurat, poezi dashurie. Dhe kjo 32 vite më parë, kur unë isha student, e kupton, ne e lexonim Kadaren, natyrisht edhe bashkëshortja ime me ato shoqet e veta që ishin studentë të gjuhës letërsisë. Ma sugjeruan për një melodi që unë kisha shkruar, domethënë, dhe aty lindi kjo bashkëpunimi. Pra është një gjë që nuk e kam zgjedhur sot, këtë dua të them. Ka 32 vjet, po them. 32 vjet. Në sirtar. Në sirtar, po në sirtar dhe në mendjen time dhe edhe dokumentuar në sirtar. Është edhe në YouTube. Po tani është edhe në YouTube, Endri dhe Stefi Official në YouTube. Kristal. Mund ta dëgjoni. Bëni subscribe atje dhe dëgjoni Kristal dhe shumë këngë të Ke bërë tjera. ndonjëherë këngë solo? Po kemi bërë disa. Çfarë thua ka bërë disa herë këtë? Po si ndjeni kur e bëni këtë gjë? Mrekulli, ne kur këndojmë të mbash gjithmonë, po. Janë disa tekste që përkasin jetës personale. Që në varësi dhe të Mund tekstit. të këndosh fare tani. Ju të dy se mbase mund të ketë kuriozitet nga publiku. Kur jeni njoh? Që të veç. Kemi ja 2 vjet, kemi një orë. E shikon ti? Mundet ta provoj të sa Të dyta. Vazhdoni e dyta. Sa një. e dytë mistret. Ne e dyta. Më mirë të pa, më mirë. Mos e nuk të E djeg. më e di, e marr vesh. Ku do gjaj shumë e para. Po nuk të djeg, bre se mësosh toleron tek e dyta. Po. Na. Ti e blazer dhe pice ty që të
Të mos dalin sy të lot vetëm, se kur të vesh nga e treta e katërt do shikojmë mirë. Për zotin gënjen, nuk është ajteci. Aq s'kam. Ora të mërshme po të. Të mërshme? Po le çfarë thon? Aq s'kam mendrin që ta vërtetë. Se ti zgënjen. Jo, unë nuk jam. Stefi edhe gënjen ai çik. Jo, ku gënjen. Jo. Jo, s'gënjen fare. Si është ky sekret? Si bën çunat? Se doja të bëj edhe unë një. Ta tregoj unë po duash, po jo në emision, e di unë sekret. Ha më E thuaj. di fiks fare po thon. Ma thuaj. Ik me pushime 20 ditë, Po? edhe mos ndalo. Edhe del shumë. Pse ti thua? Pi dhe pas stres. 20 ditë. Pi pas Pas stres edhe seks domethënë. Po, qartë, unë bëra 24. I bëra 24 nuk doli çun? Pas kam bërë shumë se shkoj. Jo mo, edhe më shumë s'ka problem. Shiko tani. Shumë ma ka thënë këtë doktor, një doktor nga Londra ma ka thënë, në Ishull. Si bën çunat. Edhe unë e provova. Mbase e ka pas për britanikët më ndro. E po, Mirë, se ka të bërë gjako. Pse s'ma tregove mua këtë sekret? Po, si Po ti s'desh ti dëgjoj të thosha. Po të thosha po s'më dëgjoje. Tani që ni tregon këtë prallë aty. Po të thosha po s'më dëgjoje, kam thënë. Ju jeni të dy baballar, njëri ka çuna, tjetri ka goca. Të mungon prezenca e një çuni në jetë? E kam thënë edhe një herë tjetër, Se dia. shqyr zotit tani kam 2 nipçe. Çfarë moshe ti Stefi tani? E dove këtë? E më thuaj. Unë jam 56 vjet. Po ti ndro? Unë jam 53. E di atë ka 23, 53. Okej, 56 vjeç. Sa arkitekt i jetës je? Për të dy është kjo. Mendoni se keni menaxhuar siç duhet ose dizenjuar siç duhet jetën dhe nëse do ndryshonit një mur ose një derë, cila do ishte ajo? Unë jam njesh. I bëj që të gjitha këto ishte. Unë arkitekt, inxhinier, Po ku ka piktor. shqiptar si mund të Të gjitha i bëjmë, sa di. Thjesht i bëj Unë keq. jam një shpara të çaj. Jo po. E diti si thot Xerola sot greku. I diti gjitha. Ne kemi bërë dhe gabime. Si për shembull, kush është gabimi që bësh? Po duhet pranojmë edhe gabimet që kemi bërë. Nuk e kemi menaxhuar lekun, themi të vërtetën. Në periudhat saktuara të jetës tonë, I po mirë ashtu është jeta, ashtu ti bëjmë ne. ndoshta nuk kemi pasur edhe ndonjë njeri mbi kokë, e kupton, është mirë kur ke prindër. Babaj nuk e kemi pasur Se keni pas hapi, po. të vegjël, e kupton. Mama ja ka 35 vjeç ka vdekur, kështu që ishin vetë. Edhe ai ndroi. Merri paratën me thas, i prishni me thas, E e kupton? kuptoni? Pra kur ke Po mirë prindër kemi bërë. ose të kesh njerëz që ja din vlerën, sepse ne fillon ta marrim paran shpejt. Që në Greqi. Do të thënë në momentin që nga Greqia, do të thënë kur ishim në Greqi, Na, të njesh. pra talenti ynë prodhoi para. Prodhoi shumë para. Por thua shumë para o Stefi. Tani. Po tani prodhoi tani. Tipit E po në 91 ja ta shpjegoj unë tani. Këtu ishte Sa para? drakmia 1,6. Neve menin 30.000 drakmi në natë. Atëherë rroga këtu ishin akoma 5.000 lekë, të vjetra. 180.000 lekë. Ne menin në natë, po. Po. Levan mos u Sa drem. do të- Nga pak. Ekzotike. Nga pak. Jo, ma jo, tamam do ta ngjyrë. E jore. Po nuk di ekzotikja bre. Se për gjeve shumë mos Levan. Nuk diek më jo. Ka ngjyrë deri tani. Tamo. Kishi si pre dhe. Po, Pre si vjen një. E rrezikshme? Kam frikë, se ato dy të parë mos ishin ki- më djegse se sa kjo. Shikota se kanë bërë me ile. E treta është shumë pasaj katë do është vërtej direkt të po. Jo, Ose toleron. ose u Ose mësua. mësua? Ajo është, toleron, ajo është. Mirë, mësohet gjua, mësohet goja, po të shohim pasaj pasojat. Më mbrapa të shohim pasojat. Kush është më i talentuar nga ju dy? Të dy jemi. Ama mos e ndaj kështu. Si, po të dy, ky ka bërë shkollë më shumë se unë në fakt. Si ishe këtë? Stefi ka bërë. Kush më i talentuar si artist nga ju? Stefi ka bërë te Akademinë e Arteve. Unë se mbarova. Unë s'pres të më thoni ju njëri apo tjetri, po. dëgjoj. Zërin më të mirë kush e ka? Dëgjona unë ka në Greqi pastaj. Ky mbarova shkollën pastaj erdhi. Nuk mund thuash ti kush është më i mirë, Beethoveni apo Mozarti. Po mund ta them, ë? Ja. Mund të them, sipas vendimit tim është Mozarti. Janë shije, janë shije. Ja, Janë shije. ç'është e shihesh? S'përgjini. Ne themi unë jam Beethoveni, ky është Mozart, Mozarti. ja. E E shikon? Çka më. Jo më mirë përgjigje, çfarë desh E ti? më i mirë ky. Po normal. ë? Jo, unë i kam flokët si Beethoveni. Ndërsa Endri është në temperament më E po mirë më flokët. më i ëmbël, më. Flok të reja. Si ka mundsi? I lavem që përdor një produkt atë që më thuaj dhe mua se kam fituar. Shkolla në klinik, po mësë ne. Ëh. Isha i pirë ti tu. Ai vetë, më gjithë tani ai të vë flokët. Bajda unë.
Dhe janë 9 orë. Po realisht kanë dalë shumë mirë. Na. Dikur ke qenë shkëlqimi i skenës. Më shkëlqen tani e volumi. Po dëgjoj, më shumë më pëlqeni kur isha ashtu. Pse? Pak shumë më kanë thënë me i bukur isha shumë, po një metë rron tani jam mbyll fare. Personalitet. Si më bukur ishte Tullaca. Po le ka ato në bukur, po le tani. Ja, po le. Le tani. Kodo kështu për çefi Beron, se nuk voja nga bukuria. Jo, realisht. Nuk do voja asnjëherë dhe nga vdekja nuk do vdes asnjëherë, kupton? Njeriu kur vendos të bëj një gjë kaq serioze ose të domosdoshme si e ke perceptuar ti mbjelljen e flokëve, domethënë ti e ke pasur kompleks. Kush më? A kupton? Jo, nuk vajta nga bukuria, po ti më një mirë nga të gjithë, kam vënë nga bukuria. Jo nga bukuria. E ke pasur, ish ne të dy jemi mësuar me flokë. Me flokë, ashtu kam pasur me flokë gjata gjithmonë. Ky ta shikosh ti kur ishte djalë kështu 18 vjetë, 19 vjetë. Kishte flokë gjallë. Gjata gjithmonë. Si Michael Jackson. Ashtu i mbanjau. Me bukle tash më kështu. Me bukle. Edhe Kaçurela. Me qenë se ishim të Kaçureli, kush është kënga për cilën jeni më krenar si dyshe? Që me keni këngën tuaj të dashur. Nëse mund të jeni në një nuk më pindajmë këngët. Ne kemi gjithë ato. Të themi kjo është më e bukur se ti. Kemi shumë materiale. Ti tani ndoshta ty të shkojnë në mendje Kaçureli, meqense për më ajo është shumë e famshme, po. Shumë e bukur është. Ajo është shumë e famshme, është një trajtim që ne i bëm asaj këngë, sepse në fakt ajo është shkruar nga një kompozitor Prishtinalli, pra kosovar. Në 63. Në 63 në shkruar. Se din asnjëri atë vërtet pse e morëm ne. Muharrem Qena quhet kompozitor shumë i talentuar i asaj periudhe, pak e njohim. Ai ka dhe materiale të tjera shumë të arira, sipas mendimit tim, se unë më mbrapa e kam dëgjuar, e kam studiuar si autor. Por Kaçurelen në Shqipëri e bën famshme ne. Qartë. Nuk e din asnjëri, sepse këtu nuk e njeh asnjëri, nuk e di asnjëri. Edhe nuk është shue, është valc. Dhe ajo ka një ritmik tjetër, ka një gjendjen, ne e konceptuam, e ideuam, dhe bashkë në studion e Adrianilës është regjistruar edhe Kaçurelia. Keni bashkëpunuar për llogaritë të këngëve të shekullit në televizionin Klan. E qartë. Po fiteli, ku fillon rreziku. Sa ta pak e gjë. Po shkut pak më. Provoj tani, provoj. Tu fillon, që nga fjala fitil. Po provoj nëse po. Mos kimë ra. Do të thotë që do ketë rrezik. Po provoj. Jo. Unë e di ku mendoj, kjo e kuqja e 5 do jetë. Jo, nuk është as fitil. Kjo është fitili, ja? Ky është fitili. Tu mund të jetë rreziku. Megjithatë. Po ti e ngjyen shumë, Ora nuk dua të bëj hile, do ta trajtoj. Po e besa pak e ngjyrë. Si të doj ai. Cili është risku i famës dhe parës? E ne e prekëm pak, që thamë që mund të abuzosh me të, mund të shpërdorosh atë. Për te kësaj? Për te kësaj? Ku mund të përzënoj? Në përgjithë se fje, ka mëndje vetëm emocion. Me kaq frikë më burë? Fitili që nga fitil. Fitili? Çka? Jo keq, mbajemi. E mandë edhe këta? Mbajemi. Unë kjo e 5 e kam. Atë frikën. Po megjithatë, shqyr që nuk ka unë soce me këto do kësha marzjaru, nuk jam unë djekëtet, jo. Nuk jam. Të kanë nuk vjetë një në një dy? Shumë sa të duash. Si me tekste me... Ja të davolikë. Ja thuan të davolikë. Një për çka do bësh për të... Për shumë në një konkurim në këngë magjike, nuk ka nësi kush ishte këngëtarja apo këngëtarja, ne ishim... Po e me qaj emrin, si po. Jo, po qaj është kjo, që djalli vetë. Ashtë rezikë shumë? Në tavolinë ishim shumë, po me çfarë këngë do me një pjesë, po çfarë për sa fletë, thamë në idenë. Ja kam seriozisht tani. Për këngën. Fal. Unë kam shiko, unë nuk ju njoh juve duke ju njohur juve personalisht. Ju njoh juve edhe ndër vjet shumë të tjerëve. Më kanë treguar për ju shumë njerëz se media në Shqipëri aq është, domethënë. Përgjithsisht njerëzit kanë shumë fjalë të mira për ju. Domethënë jeni babaxhanë e të tjera më. Kurse ju kam dëgjuar që shani shumë valla. Jo. Neve i duam që të gjithër. Që të gjithë. Ama në kush na cënon pak e shojmë ne nuk e lëm. Jo, nuk ishte fare këtu komenti. Komenti është, a është e vështirë media shqiptare? Shumë. Çfarë është pjesa më e vështirë media shqiptare? Do të them unë, ama të flas ende. Mos e di, njëherë ti njerun. Njëherë ti njerun. Media shqiptare? Po, çka ka thënë? Në media vetëm shpifin, vetëm prallisin, vetëm për të treshur vëmendjen, nuk ka asgjë të vërtetë. Media shqiptare. Faleminderit për këto fjalë mira. Po kështu është e vërtetë, çfarë? Si shikosh ti aty bëjnë merret ka ca produksione, domethënë
Që është një monopol, merret gjithë dynjaja për budallënt, për budallishe domethënë, kupton ti? Në çka kuptimi, se kuptoj. Ua, kështu, ose unë do t'i them trosh gjëra ato. Kështu me mendjen time domethënë, të shikosh ti tapësh Instagramin, tha filani kështu thonë, kupton ti? Ku ti, kupton ti? Pra ka trillim, ka gënjeshtër. Ka to budallishe për vetëm për interesa personale, për të fituar për produksione domethënë, kupton? Klikime. Shpifin, bëjnë çfarë bëjnë për interesa për gjëra kot domethënë, ato janë kot për mendimin tim. Nuk i intereson asnjëriu, po këta ta bëjnë atë sikur është një gjë e vërtetë që po ç'të të them ora ç'bëhet. Na mizi domethënë. Edhe unë me të Fundi botës. Njëtin mendim me ju, domethënë. Ky është fundi botës. Unë personalisht mendoj se 90% e njerëzve brenda mediave janë njerëz që tjetër thonë tjetër bëjnë. Megjithatë, Tani unë them Stefane, të provojmë të salcën e kuqe, këtë them unë. Ajo e kuqe aty. Do të thonë ti do ta provosh me gojën time. Po. am kuptojnë ju në mënyrë telepatike Po, mirë tjetër? me sy kuptojnë. Me sy. Po, kur sidomos kur këndojmë të rjetën. Duari tani hyre në mëkate, Stefane. Do ta provojmë. E ndërkush mëkati më i madh i jetës tënde dhe sa të ushqehet dhe Stefit na thonë. Po që mëkate kemi bërë plot ne, xhan mëkate ama. Vetes time kam bërë mëkate. Një ke përkeqë. Po, shumë. Asnjëri tjetër, vetëm vetes time. Ne mo? Mëkati që nga mëkat. Do thashun? Ç'është? Aty ki pikë? Që nga mëkat. Tani pini çikuj. Ata hasha. Nëse. Është akoma muzika një mjet për t'ju çliruar nga stresi, për t'ju kuruar E vetë çdo që ditë. na shëron. Nuk është kthyer pas gjithë këtyre viteve të dalësh performosh net të tëra. Nuk është kthyer një moment thuash. Ja. Përkundrazi, dëshira jonë është të vazhdojmë të krijojmë ajo që thash pak Edhe përpara. të këndojmë. Edhe të interpretojmë sa ne ta shohim të arsyeshme sa Zoti njerët ne hapi shëndetin. Edhe ta shohim të Ajo është jeta jonë, muzika arsyeshme është. se ne e kuptojmë vetveten, nëse vokali ka probleme ose të ndodhi larg qoftë si thotë ky bjeri kësaj dhe çohu. Lëviz nga vendi, Por nëse e ke pasion, ne jemi të dashuruar me muzikën. Edhe mendoj që kemi akoma shumë gjëra për të thënë. Si jeni shpirtërisht në këtë fazë të jetës tuaj? Kam dëgjuar që jeni happy. Të mbushëm plot. Ë? Shumë mirë. Hemo Stefane po ç'ke? Edhe ky shumë mirë është pse çan. Po pse mendoj? A se do flasë me radhë më për e Po dakor, thash se unë mund ta bësh dhe polifoni, mund t'i marrësh dhe isëm. Plot e plot. Mirë që keni. Mirë, të dashuruar në dalet e fundit ke dalë publikisht ke thënë që je i dashuruar, je i lumtur. Shumë mirë. Je çdo gjë okay. Edhe ti, sa kam dëgjuar. Mirë. Mashallah. Mashallah zot. Kur plaket njeriu? Kur don vet. Kur do njeriu të plaket? Asnjëherë. Asnjëherë nuk Në mendje është blaka, po i them mendje që je i ri do me dëshirë. Plakesh kur don vet. Hava, kjo është vulkani. Po vulkani. Në vulkani tani Stefan. Këtu, 5, 6. Gjashta. Ore Stefan, Ja, më nuk besoj. kini edhe 4 ose. Kam një shpresë, kështu që kjo Lava? nuk do jetë në një kush e di çfarë. Ja, provoj, se si ndihet. Nuk i ndihet asnjëherë se ku do. Ajo sikur tremojnë si. Apo jo, jam Jam mësuar. bo intolerant. Jam mësuar ti. E Stefan? Djek, po unë ti di që E man, E mbaj. i fort ja Stefan. E mbajt edhe këtë, ë? E mati dhe edhe këtë. Ja ta gëlltisë që këtë se kjo sikur më ndihmon hiç. E mbajt. E mati dhe këta e mati. I fort ja Stefan, bravo. Nuk Por jam po vetëm për vetes, jam dhe për Edhe ty. për mua, po na përfaqëson të dyve, Si ndjeve në çik djegjen e se Unë e imagjinoj, po ky është i fortë, edhe unë kanë njerë kur anë të djegë se kështu një piper, pak kështu. Po dhe mund ikë me vrap në banjë. Që e lak me ujë, domethënë, që nuk e duroj dot të ikë. ju të dy, përtej bashkëpunimit profesional, jeni njerëz që konsumoni shumë kohë me njëri tjetrin, pra jeni aq lidhur si Po bashkëri shumë në rrini kohë. shumicën e kohës. Po, me periudha. Po shumë në kohë të dy jemi ne ikam dhe këtej rrugëve. Në fura, tani kjo vetëm nga fura, domethënë fura është nxehtë. Fura Diego normal, tash. Ta bëj më pak apo ta bëj tamam? Ja mos e bëj më pak herë, mos Kush është kjo? mos mirë në Grack.
Po ti, Na më bë, më ta më bë. Zhevon. O të digjesh për vëllohesh, o të O me kujdes ose do të kemi dhe për nesër, nuk kemi vetëm për sot. Ore hiç fare, nuk. A një patat kemi mirë. Hiç, hajde. Fura, flak. Lako. O Zhevon, po shko më mua një patate më mirë. Se do vidim, kete edhe 2 janë. Edhe 2 janë. Edhe 3. Fura që nga e rëzikshme? Fura nuk di fara. Më duke se e kanë dhënë. Unë që dita i. Ja kanë dhënë s'ka duara. Se ka që Nuk do që mua unë. Gënjen. Do ta kthej edhe unë sipas mënyrës sande. Unë skuqëm faqet e shikon. Bravo Zhevon. Po mirë të angre edhe dreke darkë tani. Mbaroj për mua. Mbaroj. Tani që qeshe kështu më kujtove Gasparin që t'imitonte. Si ke marrë me gazin? Të bezvisi fakti që t'imiton apo fakt? Jo, e kemi shok. Kemi mi gazin. Jo, edhe në duar, shu do që edhe unë. I të rizin lota ti. Ju keni kënduar dhe bashkë kam Ti se di që është fura. Vetëm me të ke. Do ta tregoj kur të mbaroj pse. Po ti shpreu se këtu është lezet. Po nga fura, konstituon fura se. Gazin e kemi kemi vite 20 vjet bashkë. Festa gëzime, ndaj bashkë, familjare. Mrekulli. Shok artist, kur çfarë do ish bëna ai Do për të neve. ndri prifti. Fort se te Nuk le do tani, po mirë. Po le të flasja ai, pra unë mendoj se ti e ke marrë sot për të folur ai kur të kesh halle. Ai është si unë, domethënë, çfarë do që bën në skeçet e tia për neve. Edhe mirë pas, shumë mirë. Jemi miq domethënë. Jemi miq. Bo fura. Ka mos si Ti duket. më në fura, Përvëlloj goja. Vërtet? Bile është jo vetëm goja, tash po të përvëlloj dhe buzët tani. Buzët ka ma flak, ja bërë furë, goja ime është bërë një furë tani. Po kur dhe ti dëgjon, kur dhe ti që kjo s'djek fare, u çudit fare. Çfarë i thosh? Ajo përvëllon. U çudit po të thonë. Hajde të zuar. A në kësuar tani, po pija një birë pa. Mendon se do kishit të njëjtën sukses në karrierën tuaj nëse do ishit veçuar? Po të mendojmë tani se ka si thua pse nëse ka gjetur Asteros pas. menduar kemi. Po çfarë do mendojmë tani jo? Po ç'të bëj unë tani për Po shkak? jo, shumë mirë jemi tani. Më thuaj. E rëndësishme është që patenta jonë është e vlerësuar dhe ne jemi të kënaqur me këtë që kemi arritur deri sot. Pra kemi pasaport, Stefi dhe Endri ose Jemi Endri akoma dhe në Stefi. fillesat tona. Dhe kemi akoma për të dhënë. Edhe 50 vjet po një. Edhe pse jemi tërhequr nga këto festivalet, Pse? po tani tërheqja për arsye ndryshme se ka dhe ka edhe janë uqër të vjetër në këtë muhabet. ka dhe Miro neve ka kemi. dhe shgënjime, e kupton? Por nuk është thënë që çdo gjë në artisti duhet ta tregoj ose ta shpalosin në një festival. Thashtë Por që nuk duhet të shpreh. janë edhe mënyra individuale, siç janë ato që thash më përpara, albumet, videoklipet, pra materialet ndryshme, koncertet. Po ne kemi bërë gjitha, çfarë do shkojmë atë? Ç'do bëni më? Çfarë do më tani? Dinamiti. Vjen dinamiti jo. Hajde Stefan. Hajde Stefan. Po që ka dhe foto të tjera si quhen pas dinamitit. Bomba atomike do mi pastaj. Mos e ngjyej shumë, dëgjoj mua, mam brother. Brother, mos e ngjyej shumë. Ta shikojnë të gjithë më që nuk... Bolzer dinamita. O dinamit, sot, o do plasi këtu bomba. Ti e mua më gje goja normal. Po sa shumë e bërë. Te ke bërë shumë bre. Do një që këbirë balkon. It was at this moment. Na, na të me si të kemi. E mo, Kjo që nga dinamit. na, mere po tonë mos e shumë. Shtë duhet që mere shë këto. Djekë se të bolë deri këtu. Nuk shkojt atë. Më se ma bolë. Bo dinamit. Mos u bëj emocione se po jam. Pi uj më mirë tani bolë deri aty lere. Artist është të frizohet në momentet më të vështira ti. O, zati ma. Jo. Ha? Ja, mirë, ja. Kaq ishte. Kam përshtypjen se kjo të dëmton. Është më shumë se sa një... Shiko, Se sa një... Salz. po të them një kuriozitet. Jo duam. Bo dinamit. Po ti e njeve dhe shumë, të thonë gjuje pak se të nga jeme. Si dhe ja ta...
Ta provoj në mirë, ta shikoj në mirë të ti, na shikaj. E të mërshme. Po mirë se asha me kështu. Da, po, më po ta kësha gjyër undër qanja tani. Po dhe ti po në tonë. Ore, supozoj se ti duhet të jesh sportiv tani. Ja, Ti duhet ta ndihmosh të jesh në krah, kështu qeshme. E po mira, unë i thash birë kjo zoja, pivi njerë qumësh njerë ujë, mere Pepsi tani. Po them një gjë, salsa më djegse është kjo. Ajo, kjo që e këta një dinamiti. Po, a di pse? Tani ti thuaj çfarë duash unë atë tjetër se provoj. Do hysh te lista, e kam provuar gjithë, do hysh te lista E kampionit. e të parit që dështon tek kalimi. Unë po të ndihmoj, po të jap një informacion, që dinamiti është ai që djeg më shumë. Po dhe t'jenë gjeve Dhe shumë. ato që vinë djegin më pak, pse? Sepse krijon tolerancë nga dinamiti. Megjithatë, Nuk qasëm më. megjithatë shpejt. Nuk më intereson ky lloj dështimi. Ka që ishte. Me tërmen e këtë jo. Jo, tani do s'të leo unë tani po sta tërpro. tani të binde, tani Tani të shpjere dhe në fund. E nise. A u qetësohet? A u qetësohet. Mon sa demi aty do jesh qetësuar. Të premtoj që nuk djeg më shumë se ti. Shpejt e shpejt. Çfarë projekte keni në këto momente? Fleto Disa thëmë. këngë. Ti për sa kohë në gjendje të flasësh do të thotë që si është ai djegse. Ata e di unë. Si tha ti moja, e di unë, ata e di unë. Kemi disa projekte. Kemi një këngë që ka shkruar Hermesi, një kompozitor ideolosh. Kemi një këngë gëzuar do dalë tani shpejt. I talentuar, jeton në Amerikë. Kemi diskutuar me ato që para 2 vjetësh, është në studio, thuajse e përfunduar. Dhe mendojmë tani çështja është para zgjedhjeve mbas zgjedhjeve. Ky është një Varet nga diskutim. rezultati. Jo, më po, e kanë mendjen të gjithë në zgjidhje tani. Ti mund të nxjerrësh material, ndërkohë që gjithë njerëzit janë te politika, kush do fitojë. Muzika vjen mbas. Shiko, për këtë do votosh si vjet. Edhe këta do ta dish. Po ti shikon, unë kam detyrë të pyes. Shiko, se keq kupton një gjë, gazetaria ka si objektiv të bëj pyetje. I ftuari ka për detyrë të mos Mire, Unë kam për detyrë të përgjigjem. Mënyra ime se si përgjigjem, ma lejo mua të përgjigjem ashtu si u përgjigja. Absolutisht. Edhe këtë do ta dish? Edhe këtë duhet të di. Jo, nuk kam ardhur të tregoj këtu për këtë do votoj. Vota është personale. Prandaj unë ajo ka Do fazi votojmë aty. Partinë Socialiste. Duken që janë të maj. Jo, me Është s'keme këta. personale thash. Ky ka qenë student i djetorit që në... A që keni të Po, ky djallë? ka qenë, po jo nuk kemi asë Me djallë agron se ai pra. Jo, e di që ne jemi popull shumë i politizuar. Po, e di. Ta trajtojnë Çat gjën keqe ka kështu. kjo? Jo, ka të keqe, sepse ata një pjesë e mirë e militantëve kur qohen, po të shohësh ti si nga njëri krah, si nga krau tjetër, në vend që thon mirëmëngjes, thon vdek të njëri ose vdek të tjetëri. E kupton? Nga partit. Kur E qartë, niveli është në të tilla Diskutime, po. diskutime, ne nuk jemi kaq fleksibël ose kaq toleranca për të shprehur dhe për të thënë që për këtë do votoj unë. Ndoshta edhe nuk votoj fare. Ka pas shumë grupe muzikore në historinë e Shqipërisë që janë përfshirë një lloj forma për një lloj forme tjetër me politikë. Kjede tani. Ishin Kede, kohë tani, Interesa vetë. Më jo, Vetëm interesa. Ata janë masnjë interesa. më parë ka pasur më shumë. Për 1 milion euro për shembull, nëse do t'i bënë propozime Tirana, kishit bërë një këngë me të? Të vërtetë. Por, Po e bëjmë ose e bëjmë. Më pëlqeu. Ore kush të dojë? Po për 500.000 euro. po. Aha. Që se po mundem të kuptoj pazarin tani. Për 100.000 euro. Po këngë shumë se mos e bëjmë. E bën për 100.000. Po e bëjmë ose ndërton themelet e kupton. Po për 20.000 euro? E ma jo. E po mos e Ose, o, ka Ma që kam 50.000 euro shifra. Parë, shkojmë tek lozonjarja. Po më bën lozonjarin tani unë shkoj po më bën lozonjarin. Stefan mos ta. Jo, nuk. Ngjyre pak po, bëre pak sa pak e ngjyroj, ti e ngjeve shumë. Ajo shkon për tej normale tash. Ti thua digju tani se do bëjmë emisionin. Po miro. Unë nuk kam hallin e djegësirës të gojës, sa kam hallin Shëndetit. pasoja që ti e s'mund edhe jetë. në edhe në trup, edhe në organet tjera, kupton se. Kruçi Dhe lere. mund. Ore, ti mund të thuash çfarë duash tani. Po ti je unë mësuar. Si qasem më asaj. Shkova deri te 8-a, ato 9 dhe 10-ën, Do futesh te lista Po s'ka që? s'ka problem. Lere tani se kur thot Tani ky. më mirë
mos e pregatit, këndojmë një këngë, po duash. Lozonjare. Kemi këngëtare. Vjetë bëm. Kush kitaristi? Tani këto ta presim direkt. Direkt. Hajde Shani, Endrit Shani kemi kitarist, është kompozitor, është kitarist i grupit. Dhe kur vjen muhabeti tek muzika, sigurisht që do t'i kërkoja që të interpretonin këtu dhe çfarë do interpretojnë një nga këngët e reja që sjellin, të cilën unë personalisht shijova shumë kur po luan aty, por tani do ta sjellin edhe për kënaqësinë tuaj. Kënga quhet Lozonjare, ë? Lozonjare. Se çfarë thot kënga dhe si është kënga? Direkt çuna. Hajde. Me një këngë, një kitar, sa kam bredhur shtegëtar, kam lënduar e kam thyer zemra plot. I betuar unë beqar, Don Juan i papa, ama zemrën ti me ti e theve sot. Lozonjare, fikem kur të kam përball, ndaj të flasë nuk kam fjalë. Lozonjare, dhe të vdekurit i gjallë, ti e bukur i e rrallë. Lozonjare, na la 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 la. Na 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 na. Her pirat, her marinar, her poet, her shkrimtar, kam lënduar e kam thyer zemra plot. E kam zotin dëshmimtar, çfarë kam dashur e kam marr, ama zemrën ti me se shpëtova do. Lozonjare, fikem kur të kam përball, ndaj të flasë nuk kam fjalë. Lozonjare, dhe të vdekurit i gjallë, ti e bukur i e rrallë. Lozonjare, I love you and all the people in the world! Ej, miq, ishte kënga Lozonjare, sigurisht ju e gjeni në YouTube, mjafton të kërkoni Lozonjare. Falenderoj shumë të tre artistët që kishin. Endri dhe Stefi Official. Endri në YouTube. Endri dhe Stefi Official, ju jeni kështu të pavarur apo jo? Pavarur totalisht. Si gjithmonë, të lirë. Të lirë. Shpirtra të lirë. Dhe Endrit Shani sigurisht në kitare, ne do të takohemi, ju e dini, në çdo të diel që postohet emisionin në YouTube, na bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale, flak fare është kudo, mjafton që të na klikoni në TikTok, Instagram, Facebook apo në kanalin e YouTube-it. Shumë faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Jeni shumë të këndshëm si gjithmonë. Më vjen keq që nuk i prek ato dy të fundit. Jo, më mirë. Secili deri te dinamiti mirë isha. nuk shkove keq. Për mua është lajm që i ftuar i parë le themi që nuk ja doli. Nuk ja dola dhe këto, ndjekset. Ndjekset, jo. Mos ma merr më qaf birazerin, leta, ja. Më mirë patat kësë sa. Do t'i kontrolloj podcastet tuaja, kush kanë qenë ato personazhe që të kanë shkuar deri te 10. Të gjithë. Po e kanë ngjyrë pak aty në gjepë shumë. Do ta ngjyrë pak. Dinamitin e futa si Shiko ti në salcë domate. Ti akoma në kota ç'është tek e fundit. Jo. Faleminderit shumë gjithëve, faleminderit. Bye. Miq, takohemi herës tjetër, deri atëherë kalofshi bukur.